Shpimi në trasen e rrugës Agim Ramadani ka rezultuar në nxjerrjen në pah të strukturave arkitekturore arkeologjike. Punimet e realizuara për shtrirjen e një kabloje të energjisë elektrike janë bërë pa leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore, përderisa është punuar edhe ditën e diel, të hënën ky intervenim është ndaluar nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore. Bëhet fjalë për hapësirë që gëzon mbrojtje të dy fisht pasi hyn brenda qendrës historike të Prishtinës, e po ashtu është në afërsi të monumentit Xhamia e Çarshis, që njihet edhe si Xhamia e Gurit. Leja për këto punime i është dhënë Ketësit nga Komuna e Prishtinës, pavarësisht se ligji për trashëgimi kulturore përcakton pajisje me leje me shkrem nga institucionet e trashëgimisë kulturore për intervenime në zona të mbrojtura. Instituti Arkeologjik i Kosovës ka hartuar një raport për këtë rast, por s'ka pranuar të ndajë informacione të detajuara. Në Prishtinë kanë marrë hov punimet pa leje në zona të mbrojtura të trashëgimisë kulturore e në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Komuna e Prishtinës prej të mërkurës së javës së kaluar nuk e ka respektuar masën e ndalimit të punimeve në rrugën Qamil Hoxha. Pavarësisht vendimit të Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore, komuna ka vazhduar të punojë në zonë të mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës dhe afër monumentit Shtëpi Banimi Ismail Sahaqiu. Është dashur ndërhyrja e prokurorisë themelore në Prishtinë dhe e policisë që të martën të ndalen punimet për të cilat komuna nuk ka leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Institucioni lokal konteston statusin e zonave të mbrojtura në të gjitha hapësirat ku ka nisur punime dhe janë ndërprerë. Sot prap jemi koordinuar me prokurin dhe policin në mënyrë që të ndalin punimet e pa autorizuara në rrugën Qamil Hoxha. Aktualisht, komuna ka të nënshkruara kontrata në vlerë mbi 20 milion për punimet të cilat janë ndalur. Në sheshin George Bush, punimet janë ndalur 3 herë, kurse punimet për projektin për ishullin urban Arbëri Pallati i Rinisë janë ndalur vitin e kaluar. Aktualisht punohet shkarazi veç Matan Hekurudhës në lagjen Arbëria.